Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, në presion pas muajsh nga protestat antiqeveritare, tha të shtunën se do të jap dorëheqjen brenda disa javësh dhe vendi do të mbajë zgjedhje të parakohshme presidenciale dhe parlamentare. Njoftimi nga Vučić në pushtet për 13 vjet erdhi pas një viti e gjysmë protestash kundër korrupsionit të udhëhequra nga studentët dhe të shkaktuara nga shembja e një tende në një stacion e kurudor në qytetin verior të Novi Sadit në nëntor 2024, në të cilën humbën jetën 16 persona. Ditë më parë në qytetin e Novi Sadit, studentët përkujtuan viktimat e katastrofës dhe kërkuan zgjedhje të përgjithshme të parakohshme. Një tjetër tubim studentor është planifikuar për të dielën në juglindje të Serbisë. Do të jem president vetëm për disa javë dhe pastaj do të jap dorëheqjen, u tha Vučić mbështetësve të tij në një tubim prosheveritar në kryeqytet Beograd. Vučić tha se do ta ndihmonte partinë e tij progresive serbe të fitonte zgjedhjet presidenciale dhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat fillimisht ishin caktuar për vitin 2027. Ai nuk specifikoi se kur do të jepte dorëheqjen dhe as kur do ta shpërndante parlamentin, një parakush për zgjedhjet të parakohshme parlamentare. Protestuesit, opozita dhe grupet e të drejtave pretendojnë se katastrofa e stacionit hekurudor ishte një shenjë keqmenaxhimit më të gjerë qeveritar të projekteve të ndërtimit dhe korrupsionit. Serbia është kandidate për të bashkuar me BE-n, por Beogradi duhet së pari të përmirësojë sundimin e ligjit, duke përfshirë kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të çrënjosë korrupsionin dhe krimin e organizuar. Duart e zhveshura dhe lopatat lëvizin në përrënoja, ndërsa një dron skanon si përrënojave çdo sekond. Çdo moment, çdo veprim ka rëndësi. Është një garë me kohën për të gjetur të mbjetuarit. Këtu në shtetin bregdetar të Lag Waira, i cili kufizohet me distriktin e kryeqytetit që përfshin edhe Karakasin aty pranë, dëmet katastrofike sipas BB-s shihen pothuajse kudo që hedh sy. Ky shtet ka qenë një nga zonat më të goditura pas tërmeteve të njëpasnjëshme që goditën Venezuelën të mërkurën. Banorët dhe familjet po kërkojnë me dëshpërim në rënoja për të dashurit dhe sendet e tyre personale. Ata po dëgjojnë me kujdes për çdo zhurmë që mund t'i orientojë se dikush është gjallë i bllokuar në mbeturinat e betonit dhe telave metalik. Deri më tani, zyrtarët kanë konfirmuar të paktën 1.430 vdekje nga tërmetet me magnitudë 7, dhe 7.5. Ky i fundit është një nga tërmetet më të forta të regjistruara në vend nga shekulli i kaluar. Numri i të vdekurve dhe të plagosurve rritet çdo orë. OKBA vlerëson se rreth 50.000 njerëz janë të zhdukur. Ekipet kombëtare të shpëtimit janë të pakta, megjithse shpëtimtar ndërkombëtar nga Meksika, Spanja, SBA dhe Mbretëria e Bashkuar kanë bërritur për të bashkuar me përpjekjet e shpëtimit. Por, prap nuk mjafton, shkruan BB-s. Agjencitë e ndihmës humanitare thonë se 72 orët e para janë thelbësore për shpëtimin e njerëzve të gjallë, megjithse kjo periudhë mund të jetë më gjatë nëse ata që janë të bllokuar kanë qasje në ushqim dhe ujë. Evropa ka përjetuar një tjetër ditë me vate ekstreme, me rekorde temperaturash që u thyen përsëri në të gjithë kontinentin të shtunën. Gjermania vendosi një rekord të ri historik për të dytën ditë radhazi, pasi temperaturat arritën në 41.5 gradë Celsius sipas të dhënave të përkohshme. Të shtunën rekordet u shënuan gjithashtu në Danimark dhe Republikën Çeke. Rreth 150 milion njerëz në Evropë po përjetojnë temperatura mbi 35 gradë Celsius. Organizata botërore meteorologjike ka paralajmëruar se vala e të nxehtit do të ketë ndikime të mëdha në shëndet dhe ekosisteme. Vala e të nxehtit, e cila filloi në Gadishullin Iberik, është lidhur me vdekjen e qindra njerëzve gjatë javës së kaluar. Rekordi paraprak i Gjermanisë prej 41.5 gradë Celsius u regjistrua në Mskendrejc në shtetin lindor të Saksonis-Anhalt, tha shërbimi meteorologjik i Gjermanisë. Kjo te i kaloi një rekord prej 41.3 gradë Celsius të vendosur të premte në Saarbrücken pranë kufirit francez. Ky vap nuk është moti këndshëmbere. Është një krizë shëndetësore, tha Katrin Göring-Eckardt, një politikane gjermane dhe ish lider e partisë Gjelbër, në Berlin, policia hodhi topa uji për të spërkatur rrugët. Evropa është kontinenti që po ngrohet më shpejt në botë, për shkak të një sër faktorësh, duke përfshirë ngrohjen e shpejtë të Arktikut dhe ndryshimet në modelin e rrjedhës së rrymave ajrore. Në shënimet e kësaj jave, kryeministri Rama u ndal në disa prej diskutimeve dhe zhvillimeve më të rëndësishme, duke nisur nga debati i krijuar rreth botimit të librit The Albanian Files dhe kontributi i arkitekturës bashkëkohore në transformimin e Shqipërisë, tek forcimi i partneriteteve strategjike me vendet aleate dhe perspektiva europiane të vendit, modernizimi i projekteve për infrastrukturën digjitale dhe zhvillimin urban, si dhe rritja e sigurisë energjetike përmes bashkëpunimeve të reja ndërkombëtare. Po ashtu, përmes shembujve konkret, kryeministri foli mbi marrëdhënien mes qytetarit dhe institucioneve, duke vënë në fokus përgjegjësinë e administratës për t'u përgjigjur nevojave dhe shqetësimeve të përditshme të qytetarëve. SBA kanë kryer sulme të reja ndaj Iranit, pas një goditjes me dron ndaj një anije me flamur të Panamas në ngushticën e Hormuzit të shtunën. Komanda qendrore e SBA-s, CENTCOM, tha se goditi disa objektiva në të gjithë Iranin në përgjigje të drejtpërdrejtë ndaj agresionit të vazhdueshëm kundër anijeve tregtare.
Në shenja akmarrje, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike, RGS, Irani tha se ka lëshuar raketa dhe dron drejt infrastrukturës amerikane në Kuwait dhe Bahrain, në një deklaratë të ndarë për mediat shtetërore. Pas shkëmbimit të zjarrit, Shba dhe Irani akuzuan njëra tjetrën për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit. CENTCOM tha në një deklaratë, Iranit ju dha një shans për të respektuar marrëveshjen e armëpushimit, por zgjodhi të mos e bënte kur forcat e tij lëshuan një dron sulmues me një drejtim që goditi Rekiku, një anije cistern me flamur të Panamas. Në përgjigje, tha ajo, avionët luftarak amerikan kryen sulme ndaj 10 objektivave ushtarake iraniane në vende të shumta brenda dhe pranë ngushticës së Hormuzit. Këto përfshinin pajisje ushtarake, sisteme komunikimi, vende të mbrojtjes ajrore dhe objekte magazinimi të dronëve. Në shenja akmarrje, Garda Revolucionare tha se kishte lëshuar raketa balistike dhe dronë në 8 pjesë kyçe të infrastrukturës në bazën Ali Al Salem në Kuwait dhe flotën e 5 detare në Port Salman, Bahrain, duke i shkatëruar ato. Një zyrtar amerikan i ka thënë Reuters se nuk ka raportuar viktima amerikane apo ndikime të mëdha apo dëme në objektet amerikane në lindjen e mesme. Garda Revolucionare e Iranit tha se sipas memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më parë këtë muaj, Irani ka marrëveshje për kontrollin e kalimit dhe lundrimit në ngushticën e Hormuzit, dhe që tani e tutje anije që shkelin rregulla do të trajtohen më me forcë se në të kaluarën. Protestat në kryeqytet kanë hyrë në ditën e 28 të radhazi, me qytetarë që vjojnë të mblidhen çdo mbrëmje në qendër të Tiranës për të shprehur pakënaqësitë e tyre ndaj qeverisë dhe situatës aktuale politike. Edhe mbrëmjen e djeshme, protestuesit u grumbulluan fillimisht në sheshin Skënderbej, përpara se të marshonin drejt institucioneve kryesore shtetërore. Gjatë tubimit u dëgjuan thirrje për ndryshime politike, transparencë më të madhe dhe përmbushje të kërkesave të artikuluara gjatë protestave të mëparshme. Organizatorët deklaruan se protesta do të vijojë pa ndërprerje deri në plotësimin e kërkesave të tyre, ndërsa pjesëmarrja është mbajtur e qëndrueshme për gjatë ditëve të fundit. Ata kanë bërë thirrje për bashkime të gjerë të qytetarëve në vijim televizjes. Forcat e rendit kanë qenë të pranishme për gjatë gjithë marshimit për të garantuar sigurinë dhe mbarvajtjen e tubimit. Sipas informacioneve paraprake, protesta është zhvilluar në mënyrë paqësore dhe pa incidente të rënda. Një aksident tragjik ajror ka tronditur Francën verilindore, ku një avion civil është rrëzuar në qytetin Tomblaine, duke shkaktuar vdekjen e 11 personave. Sipas autoriteteve lokale, mes viktimave janë piloti, 5 student dhe 5 instruktor. Aeroplani i përkiste një shkollë parashutizmi dhe ishte nisur nga aeroporti Nancy-Vessey, por u rrëzua vetëm pak pasi ishte ngritur në fluturim. Forcat të shumta policie, zjarfikës dhe ekipet e emergjencës mbërritën menjëherë në vendin e ngjarjes. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin zonën përreth aeroportit në departamentin Meurthe et Moselle, ndërsa vijojnë hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Ministri i Brendshëm i Francës është nisur drejt vendit të ngjarjes për të ndjekur nga afër situatën. Deri më tani, autoritetet nuk kanë dhënë detaje mbi rrethanat që quan në rrëzimin e avionit, ndërsa pritet një deklaratë zyrtare pas përfundimit të hetimeve paraprake. Shpejti në ekranin e Imperium një herë vjen emisioni informativ për ditësimi ditor, një hapësirë e dedikuar lajmeve më të fundit nga vendi dhe bota. Programi sjell çdo ditë një përmbledhje të qartë dhe të shpejtë të zhvillimeve kryesore, duke fokusuar aktualitetin, politikën, ekonominë dhe ngjarjet më të rëndësishme të ditës. Përditësimi ditor synon të ofrojë informacion të saktë, të përmbledhur dhe të aksesueshëm për të gjithë shikuesit, duke u kthyer në një pikë referimi për lajmin e ditës në televizionin Imperium një herë. Ndiqni faqet e Imperium një herë për më shumë informacione më tej rreth këtij programi të ri.